të darkës. Vazhdo të jemi i Lirkullën, mikun tim të vjetër dhe mikun tuaj pjesë e emisionit tashmë prej shumë vitesh. Sa po folëm për takimin e Arubas, një gjithë ju që e keni humbur dhe vini tani, thoni mos, pa merak, e keni në YouTube. Po, me njërë së të mbaroj emisioni, e keni atje, ledi do ju tregoj pasere dhe faqen e YouTube-it. Ndërko, anullohet Zvicra Izraeli sulmon Libanin, vriten 6 ushtar izraelit sot. Ky është lajmi i fundit kullar. Qa po ndodh? Ndërkohë që Trumpi vazhdon akoma t'i thotë Netanyaut, ki kujdes, mos bë kështu, ti nuk e i keq, ti e njeri i mirë, po ke një gjithë keqe që na merr në telefon në çdo moment. Është futet dhe ky G.D. Vance. Po G.D. Vance me Netanyahu s'ka shku ndonjëherë. Nuk ka shku ndonjëherë dhe nuk e di sepse figura që urren njëra tjetrën. G.D. Vance përfaqëson krahun katolik tek republikanët dhe është një ish ushtarak. Çfarë po ndodh Kulla? Se kemi vënë titull të vrasjen e këtyre ushtarëve, po sepse u vran njerë, dim vendin? Na thuan operacionale. U vran nga një dron me eksploziv i Hezbollahut. Në jug të Libanit? Në jug të Libanit. Dhe çështja është... Ja, mund të lexojmë atë Kulla? Po, ndërsa sulmet Liban vazhdojnë, Irani thuhet se ka kërkuar garanci se operacionet izraelite e Liban do të ndërpriten para se të vazhdojë procesi i negociatave sipas CNN. Pas vdekjes së një numri ushtarësh forcave të mbrojtëse të Izraelit, ministri i sigurisë izraelit Ben Gvir ka bërë thirrje për shkallëzim drastik të situatës Liban, duke penguar më tej një proces paqe tashmë të Brish Sheba Iran. Pra, sot forcat izraelite kanë tentuar të marrin edhe më shumë territor në jugun e Libanit dhe kanë bërë sulmin me disa brigada dhe batalionet të forcave të armatosura me tanke, me blinda edhe me ushtar. Çështja është se një nga dronët edhe me bombardime nga ajri, një nga dronët e Hezbollahut ka goditur dhe ka vrarë një komandant të batalionit, një nga këto batalionet të rëndësishme që ishin në terren, bashkë me ushtarët e vet dhe ka plagosur një numër të madh prej tyre. Me dronë, Po, me dronë eksploziv. Gjë që tregon që dhe këtu janë burimet izraelite, pra se burimet e Hezbollahut flasin për më shumë, po ne i shkojmë burimeve zyrtare të shtetit izraelit. Kjo gjë është konfirmuar jo vetëm nga burimet zyrtare të Izraelit, po dhe nga deklaratat e qeveritarëve, pra të ministrit të brendshëm dhe të zyrës së kryeministrit, të cilët thonë që ne tashmë do ta eskalojmë edhe më tej operacionin, pavarësisht se kjo gjë është si kusht nga ana e Iranit për të nënshkruar memorandumin e Gjenevës, të Zvicrës. Tani unë mendoj se kjo gjë do të... Shishbehet u Po, sigurisht, vazhdon lufta. Unë mendoj që kjo gjë do të jetë një dhimbje koke më tepër për dyshen Iran Sheba, të cilat janë gati për të shkruar memorandum dhe për të filluar ato negociatet 60 ditore, por Irani e ka vënë si parakusht, nëse Izraeli nuk ndalon, ne do ta risulmojmë Izraelin dhe do mbyllim Hormuzin dhe e rikthejmë edhe një herë ku ishte. Po pra, ekspertë e sigurisë që janë dhe homologët e tu, që unë dëgjoj të huaj Kulla, thonë që në fakt kjo memorandumi sigurisht është një hap, po është një hap shumë i vogël përpara, sepse asgjë nuk është e sigurt dhe këto 60 ditë mund të jenë gjithashtu dhe rifillimi i një skenari tjetër lufte, domethënë, sepse ka shumë pika për cilat Irani nuk bën brapa, siç është shumë puna e uraniumit e këto. Sigurisht. Aq tepër kjo e Izraelit që është një alibi shumë e fortë për iranianët që ta prishin. Sigurisht që kjo do të ishte hera e tretë që amerikanët dhe iranianët ulen në negociata dhe bien shanset që të kemi një marrëveshje si ajo e 2016 mes presidentit Obama dhe Iranit, dhe atëherë Netanyahu dhe Izraeli kanë qenë kundër Obamës, por duke qenë që ata e ndjejnë rrezikun edhe që marrëveshja të bëhet mes Shebaz dhe Iranit, po mbi gjitha ndjejnë rrezikun që nga këtu deri në datën 15 shtator, kur i ndajnë vetëm 3 muaj dhe bëjnë zgjedhjet në Izrael, nëse bëhet kjo marrëveshje, ajo perceptohet si një humbje luftës nga ana e Izraelit dhe kjo klasë politike në Izrael shkatërrohet, del në opozitë dhe Netanyahu dhe tjerët shkojnë burg, të cilët ashtu kështu janë në kërkim ndërkombëtar dhe janë në... Pra ti thua vetëm vazhdimi i luftës e shpëton Netanyahu. Unë mendoj që të gjitha sondazhet në Izrael tregojnë që vetëm vazhdimi i luftës e shpëton këtë majorancë
e cila ka filluar luftën dhe e ka vijuar gjatë gjithë viteve të pushtetit të luftë dhe vetëm me një sukses ushtarak do të bënte të mundur fitoren e zgjedhjeve nga ana e Netanyahu dhe këtij koalicioni, duke të shtuar se kësaj jave ka ndryshuar drejtori i Mossadit. A e hoqën? Që ata David Barnea. E hoqën apo iku ai dha dorë? David Barnea, jo, ishte, si me thënë, periudha në cilën duhet të lëvizte. David Barnea ishte dhe njeriu që mbushi mendjen Trumpit që të sulmonte Iranin, dhe tashmë një nga komandantët kryesor të luftës në Gaza në 2023 është general me 3 yje, është bërë edhe shefi Mossadit dhe është herë e parë që një nivel kaq i lartë i inteligjencës ushtarake që vjen nga shërbimi ushtarak Aman dhe nga ushtria izraelite shkon dhe vendoset në krye të institutit, siç i thonë izraelitët Mossadit, se realisht i thonë instituti quhen, po e vërtet është. Dhe që është shërbimi i jashtëm dhe është shërbimi i jashtëm më potent sot në botë, dhe kryeministri Netanyahu para 2 ditësh postoi foton me drejtorin e ri të Mossadit në zyrën e vet, pikërisht për t'i thënë amerikanëve, edhe nëse ju në shkruani marrëveshjen, ne do vazhdojmë luftë. Kulla, 6 muaj të di memorandumi. Do jenë bisedime 6 muajore apo jo? Jo, nuk do jenë 60 ditore. 60 ditore në farë se thash 6 muaj. 60 ditore janë 2 mujore. 60 ditore që do të thotë, tani jemi qershor, ka filluar tashmë. Jo, s'ka filluar, sepse s'është në shkruar. Po Trumpi gënjeu nga Versaja me Macronin. Në shkruar nuk është, ai tha unë jam i gatshëm e tjerë, por nuk është në shkruar, sepse në shkrimi. Po ç'ishte firma që hodhi Institut Macronit po në Versaj? Një firmë online, por nuk ka një marrëveshje sepse ishte lënë që ata kishin rënë dakord, pra ai. Edhe Venci nuk shkoi. Në shkroi autorizimin që do shkonte Venci dhe do shkruante në emër të presidentit të SBA-s. Dhe zëvendës presidenti anulloi, ishte parashikuar për nesër takimin në Zvicër, ku do shkonte edhe presidenti i Iranit, dhe kjo gjë nuk ndodhi dhe praktikisht ajo gjë që unë ty të kam thënë disa herë radhasi që pavarësisht se duket se ka një vullnet për nënshkrimi, unë jam skeptik sepse për sa kohë, sepse Izraelin rreth parë ka treguar gjithmonë që ka qenë autonom në vendimarrjet e veta, nuk ka pyetur Washingtonin ose kundërta. Izraeli ka ndikuar politikën e Washingtonit dhe politika e Washingtonit lindjen e mesme ka qenë politika izraelite. Në këtë rast është e hapur, pasi zgjerimi i frontit të luftës është edhe imponimi i politikës që Izraeli bën perëndimit, në rastin konkret SBA-s, duke folur këtu pikërisht për luftën frontale që Izraeli po bën në këtë moment në jugun e Libanit me Hezbollahun, dhe vrasja sot e shumë ushtarëve izraelit tregon që jo vetëm që ajo që pretendohej deri tani, deri para ca javësh, nëse ty të kujtohet që sukseset kanë zhdukur Hamasin në Gaza ose kanë shkatëruar Hezbollahun në Liban. Jo vetëm që s'ka ndodhur, po përkundrazi Hezbollahu ka zhvilluar me ndihmën e Iranit teknologji të tilla ushtarake sa është në gjendje edhe të bëjë goditje si kjo e sotshme ndaj ushtrisë izraelite, që është një nga pikpamja e brendshme izraelite, është një goditje shumë e madhe dhe vjen në të njëjtën kohë që atje po bëhet perceptimi dhe për rezultatin e zgjedhjeve që do bëhen mas 3 muajsh, po edhe perceptimi që SBA-t po e lën Izraelin të vetëm në luftë kundër Iranit dhe të tjerëve dhe është një situatë shumë e rëndë është. Jo e pritshme në planin e brendshëm politik, po dhe në planin ndërkombëtar politik për Izraelin. Kulla, dhe pyetja e fundit është që në të gjitha rastet, çfarëdo që të bëjnë amerikanët, cila do qoftë kjo administratë, ti thua Izraeli ka një marzh autonomie të paparë, duke mos haruar Kulla që është dhe një vend dhe është një fuqi bërthamore apo jo? Sigurisht që është një fuqi bërthamore, problemi është se Izraeli është fuqi bërthamore vetëm për ta pasur si mbrojtje, por Izraeli nëse në luftën me Iranin është i detyruar të thotë ne jemi detyruar të ndalojmë sepse na imponon aleati jon i madh që është SBA-ja, sistemet mbrojtëse, cilat kanë funksionuar deri diku se nuk kanë funksionuar shumë, por amerikanët kanë sjell flotën, kanë sjell avionët, unë e pash vetë me shpëtimi në aeroportin e Tel Avivit që mbi 40 avion amerikanë që janë aty të mëdhenj e tjerë, por izraelitët nuk mund t'i lejojnë vetes për shumë arsye dhe të brendshme edhe ndërkombëtare të thonë që ne nuk fituam dot një luftë me Hezbollahun ose ne nuk fituam dot një luftë me Hamasin sepse atëherë bie miti i Izraelit. Dhe jo vetëm që shkon Netanyahu në burg dhe bien këta që janë
në fuqi sot në Izrael politikisht, po bie dhe miti i Izraelit që është një shtet që deri tani ka ekzistuar miti i Izraelit që është një shtet që është i pamundshëm ushtarakisht sepse është një shtet shumë i fuqishëm. Le të kujtojmë kollakt të po e them për njerëzit që po na vjekin tani dhe që vdesin të dëgjojnë se çfarë ndodh në botë dhe pse dhe si, që në nëntor janë zgjedhjet Në zgjedhje ky është problemi sepse më lejo të shpjegoj edhe këtë që raporti mes zgjedhjeve të 15 shtatorit në Izrael dhe të 4 nëntorit në SBA, pra që janë vetëm 2 muaj diferencë me njëra tjetrës, është që SBA-si intereson që deri në nëntor të mos ketë luftë dhe të bien çmimet sepse armiku i brendshëm i quajtur inflacion që shkatroi demokratët dhe risollin pushtet Trumpin, mund të shkatrojë republikanët nëse vazhdon hormonzit dhe çmimet e larta e tjerë, dhe në anën tjetër, pra ata janë të interesuar që për shumë arsye të kenë paqe deri në nëntor ose më mirë të mos kenë luftë, në anën tjetër ndodhe kundërta, që Izraeli ose më mirë Netanyahu dhe koalicioni i tij qeverisës është interesuar të ketë luftë deri në 15 shtator, sepse kjo gjë është e vetmja mënyrë që ata të vazhdojnë të mbajnë sondazhet lart brenda llojit dhe të mos humbin pushtetin. Në të kundërt, ata kanë përsëritur shpesh që Izraeli është një vend demokratik ku funksionon drejtësia e pavarur nga ekzekutivi, me gjithë ndërhyrjen e presidentit Trump ndaj presidentit të Izraelit për ta falur Netanyahun dhe të tjerët. Atje gjyqjet kanë vazhduar, edhe këto ditë vazhdojnë çdo ditë në gjykatën e Tel Avivit, dhe nëse kjo majorancë humbet pushtetin, atëherë rruga drejt burgut për Netanyahun dhe bashkëpunëtorët e tij është e pashmangshme. Ti thua është e sigurt? Po. Si futen në burg, hapet vazhdon çështja penale, ose 70 Jo, ben po burg. kësaj radhe ata do shkojnë burg sepse deri tani ata e ruan imunitetin për kryeministër dhe në Izrael pushtetin e drejtësisë, jo vetëm që është i pavarur, po ata që le të themi kanë një lloj ndikimi tek pushteti i drejtësisë, janë ata të cilët pritet të vinë pushtet pra kundërshtarët politik të Netanyahut. Ora është 21:48 minuta. Ai sa ishte djen këtë vakt. Fiks, dhe nuk të lë të ikësh kolla nga kjo studio pa më thënë ç'ishte ky ndryshim i papritur në Kub, e cila s'do të jetë shumë larg Arubës. Është përballë. Është përballë. Po, Në Kub, Partia Komuniste